KFOR ka deklaruar se aktualisht situata në vijën kufitare administrative ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e qetë, megjithatë po mbajnë në monitorim të vazhdueshëm pas incidentit të ndodhur në zonën e Leposaviçit. Sipas përgjigjes së misionit të NATO-s për Radion Europa e Lirë, policia e Kosovës ka filluar hetime dhe po vepron në koordinimin e ngushtë me KFOR-in, përfshirë monitorimin me anën kosovare të kufirit. Ngjarja ndodhi një ditë më parë ku autoritetet kosovare akuzuan Serbinë për cënim të integritetit territorial, pasi dyshohet se një shtetas si Kosovës me inicialet MV i komunitetit serb është plagosur dhe rrëmbyer nga Zhandarmëria serbe brenda territorit të Kosovës. Hetimet e para tregojnë se incidenti ka ndodhur në afërsi të asaj që njihet si pika zero në zonën kufitare të Leposaviçit në veri të vendit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani reagoi ashpër ndaj ngjarjes duke i bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare të ndalë veprimet agresive të Serbisë. Kjo është edhe një dëshmi shtesë i qasjes hegemoniste të regjimit të Vučićit, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën sulmohet dhe torturohet në mënyrën më barbare të mundshme, deklaroi ajo. Edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla e konsideroi incidentin si pjesë të politikës së friksimit që e ndjek Beogradi ndaj qytetarëve të Kosovës, duke theksuar se ky është një akt i rëndë që përmban shkelje të sovranitetit dhe kufijve shtetëror të vendit. Ai shtoi se institucionet e sigurisë janë të angazhuara për të garantuar qetësinë dhe sigurinë në veri në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar.